Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të rikthehemi sërish për të folur për energjitë, për njeriu, për shumë gjëra që lidhen me këtë dimension. Me ne është bashkuar trajnerja shpirtërore Sonila Vogli. Zonja Vogli, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit juve. Ditën e sotme do të flasim për trupat energjetik, për aurën, për energjinë e ngjyrave, për të ndalur tek trupi energjetik. Çfarë ne kupton trupi energjetik tek njeriu? Siç e tham dhe herën e kaluar, ne jemi të krijuar nga disa trupa. Një nga këta trupa është trupi energjetik. Është përmbledh trupin fizik, edhe është jashtë trupit fizik sa ne mund të hapim krahët. Zakonisht ne e shohim për shembull tek ikonat e kishave, është ajo velloja e sipërme apo ajo tip kurore e artë që shohim tek të shenjtët. Ajo është pjesë e trupit energjetik, pjesë e aurës. Aura, ky trupi energjetik është ajo që ne na lidh me ambientin rreth e përqark ne dhe i jep energji edhe trupit ton fizik, edhe trupit ton mendor. Sa shtresa të aurës mendoni se ekzistojnë dhe çfarë përfaqësojnë ato? Aura është prezantimi i vibrimit dhe energjisë së çakrave, të këtyre qendrave energjetike që ne kemi në trupin energjetik. Çakrat kryesore janë 7 dhe janë 7 ngjyrat kryesore që shihen në aura. Ngjyrat kalojnë nga çakra e parë që ka ngjyrën e kuqe, çakra e dytë që ka ngjyrën e portokalli, çakra e tretë ka ngjyrën e verdhë, çakra e katërt e zemrës ka ngjyrën e jeshile, çakra e pestë ka ngjyrën e kaltër, është çakra e të folurit, çakra e gjashtë ka ngjyrën blu elektrike, blu të errët, dhe çakra e shtatë është sipër dhe ka ngjyrën lejla. Janë edhe 2 ngjyra të tjera që janë kryesore për të ditur kur njohim aurën e një personi, që janë ngjyra e bardhë edhe ngjyra e artë, që është ajo që pikërisht shohim në ikonat e të shenjtëve. Secila nga këto ngjyra mund të shihet në aurën e çdo personi. Se sa e fortë apo se sa e dobët është një nga këto ngjyra tregon se sa e hapur apo se sa e mbyllur është ajo qendër energjie. Njerëzit nuk kanë aftësi ndoshta për ta parë si fizionomi këtë lloj ndryshimi, por kafshët a kanë mundësi që ta shohin apo asnjë nuk ka mundësi që ta shohë? Po thuhet që macet janë në gjendje që të shohin aurën e personave dhe aurën e kafshëve, kanë atë pjesë të frekuencës së ngjyrave që janë në gjendje që të shohin edhe aurën. Ka persona që janë në gjendje të shohin aurën, edhe ti po të mundesh të trajnosh pak veten, je në gjendje edhe që ta shohësh aurën. Është më e lehtë po të kemi një sfond të bardhë prapa krave, edhe po të përqendrohesh, ti je në një ambient shumë të qetë të mbyllur dhe siç është studioja këtu, po të jetë sfondi i bardhë prapa, je në gjendje edhe të shohësh se çfarë aure ka personi përpara teje. Aura ndahet në të mirë dhe në jo të mirë, apo çdo njeri ka aura nga më të ndryshmet, të dyja pjesët? Sa energji pozitive apo energji negative ke në trupin e personit në ato momente, tregohet vetëm se sa kontrast ka kjo aura, se sa kontrast kanë ngjyrat. Ngjyrat e aurës, po që se janë më vibrante, më të forta, do të thotë që është më i pastër trupi mendor i personit, më i pastër edhe trupi energjetik. Po që se janë më të mbyllura, më të errta, do të thotë që trupi mendor i personit është duke krijuar një kontrast më gri mbi ngjyrat e trupit energjetik. Si mund ta shpjegoj aurën një person që nuk ka shumë njohuri në këtë fushë? Çfarë lloj shpjegimi mund t'i japë, çfarë lloj nuance? Është një trup apo një zgjerim i trupit ton fizik që na ndihmon që ne të përgatitemi apo të jemi në lidhje me gjithçka që ka anës e përqark nesh. Është sikur të jetë zgjerim i trupit ton fizik, edhe që na bën një mbrojtje apo një paralajmërim për çfarë
është duke na pritur. Në qoftë se ne jemi duke hedhur, është njësoj sikur tjetë pjesë e syve tanë, tjetë pjesë e ndjesive tona. Në qoftë se ne jemi duke hedhur një hap në humner, nuk e ndjen vetëm sepse je duke e parë humnerën, e ndjen edhe se ndjen një boshllëk, aura përpara teje, ai trupi yt energjetik, është duke ndjerë një boshllëk. Është një nga ato gjërat, nga ato shqisat që për shembull kush ka probleme me me 5 shqisat e tjera e përdor më shumë. Është pjesë e jona. Si lidhen gjendja jon emocionale me ngjyrat e aurës? Ka një lidhje? Ka lidhje, ka shumë lidhje. Çdo qendër energjetike ka një emocion brenda vetes, për shembull në çakrën e tretë që është aurë, që është ngjyra e verdhë, rri brenda edhe mërzia, rri brenda edhe ankthi, rri brenda edhe nervozizmi. Është ajo që ne themi flutura në mbi stomak, apo kur kemi ato ankthin, kur jemi përpara një diçkaje të re. Në ato momente aktivizohet më shumë çakra e tretë edhe hapet më shumë ngjyra e verdhë anës e përqerk nesh. Çfarë tregon një ngjyrë e errët e aurës sipas jush? Tregon që një person në ato momente është goxha i mbytur nga energjitë negative, mund të jetë lehtësisht në depresion, mund të jetë në një moment të vështirë. Si mund zhvillohet aftësia për të ndjerë ose për të parë energjitë? Për t'i ndjerë është më e lehtë se sa për t'i parë, sepse ndjesia që ne kemi është me gjithë trupin tonë, nuk është vetëm me syt. Ndërsa është më e lehtë edhe kur të themi, për shembull, ne mund të bëjmë edhe një ushtrim që po ti përkojmë duart edhe ti largojmë pak nga njëra tjetra, jemi në gjendje që të ndjejmë energjinë që krijohet midis tyre, sikur na pickon nëpër duar. Edhe në këtë mënyrë jemi në gjendje edhe të kuptojmë se sa zgjat kjo energji, se sa energji kemi, sa më e shkurtër të jetë kjo energji, domethënë nëse ne ndjejmë atë energjinë që na pickon duart shumë afër duarve, do thotë që kemi pak energji në këtë momente në trup. Sa më larg ti largojmë duart dhe vazhdojmë ta ndjejmë këtë energji, aq më të fortë jemi energjetikisht, domethënë që jemi të mbushur me energji. Të njëjtën gjë mund të bëjmë edhe për të parë aurën, po që se vendosim dorën përpara një gjëje të bardhë, me që në këtë për të fokusuar tek vetja jonë, gjë që mund ta bëjmë edhe me një person tjetër, siç thash, në një sfond të bardhë, edhe të përqendrohemi tek pjesa të paktën 5 cm rreth e përqark në kokës së personit, apo pjesën mes gishtave, kur për të parë ngjyrën e aurës që është në ato momente më prevalente. Qartë, energjia, a ka të bëjë me lodhjen, lidhen? Një person thotë që kam shumë energji dhe ndihem aktiv, dhe një person thotë kam pak energji dhe ndihem pasiv. A ka lidhje apo është thjesht perceptim? Jo, ka lidhje, ka shumë lidhje. Është ne jemi, siç tham, një vazo e mbushur me energji dhe kur zgjohemi në mëngjes mund ta mendojmë në këtë mënyrë. Ajo vazo është plot me energji, kur ne zgjohemi në mëngjes dhe e kemi rifituar energjinë gjatë natës, gjatë gjumit. Dal nga dal gjatë ditës, në varet se me çfarë aktivitetesh je duke u marr, kjo energji ulet. Është një moment që të kalon në energji mbi jetese, që ne e shpjegojmë edhe me ato që kam uri, për shembull. Nuk e di në është e shpjegueshme, ka momente kur je shumë i lodhur, apo kur ke harxhuar shumë energji, apo kur ke pasur një person afër teje që është, apo je futur në një ambient që të boshatis në energji, që të mbyllen sytë, apo ti të erren sytë, jo të mbyllen, të erren sytë, ti nuk je në gjendje më që të kuptosh, edhe të duhet 1 sekond për ta rimarr veten, apo të pish edhe pak ujë, apo të hash edhe diçka. Ai moment do të thotë që energjia ka kaluar nën çakrën e 6. Kjo boti, kjo vazoja e energjisë që ne kemi është ulur, është boshatisur nën çakrën e 6, në nivelin e syve.
dhe ti je duke u futur në përdorim të asaj pjesës së mbijetesës. Aty ti kërkon të hash, të kërkon të pish diçka, apo të marrësh veten, apo të flesh 5 minuta që të rimbushësh pak me energji, që ta tejkalosh atë. E kontrollojmë ne aurën, energjinë apo na kontrollon ne ajo? Të dyja. Të dyja, ne kontrollojmë nga shumë instinkte bazë, kështu që nuk jemi ne të ndërgjegjshëm nëse çfarë ndodh në aurën tonë, nëse çfarë ndodh në trupin tonë, në shumë gjëra. Kur bëhemi pak më shumë të ndërgjegjshëm, jemi në gjendje që të kuptojmë që të largohemi nga një situatë që është duke na boshatisur, është duke na hequr energji, më përpara se të arrijmë në situata kritike. Kështu që mund ta kontrollojmë, sepse ne mund të largohemi, unë them gjithmonë ne nuk jemi pemë, nuk na detyron njeri të rrim në atë vend, po që se nuk duam të rrim, apo po që se nuk na lejon që të rritemi siç duhet, apo të jetojmë siç duhet. Kështu që mund të largohemi nga çfarëdo lloj situate, kur e ndjejmë që ajo është duke na boshatisur, por duhet të jemi goxha të ndërgjegjshëm për ta kuptuar. Kështu që derisa bëhemi të ndërgjegjshëm ose derisa kemi vuajtur aq sa themi boll më, është aura dhe energjia apo karma jon që është duke kontrolluar ne. Në momentin që ne bëhemi të ndërgjegjshëm, fillojmë ne kontrollojmë energjinë. Çfarë ndikime kanë mendimet tona në pastërtinë e aurës? Trupi ynë mendor është mbi trupin energjetik, kështu që vesh trupin energjetik, edhe mendimet tona kanë shumë të bëjnë me se sa ne jemi në gjendje të lejojmë veten dhe energjinë tonë të ndjehet nga të tjerët dhe të ndjejmë nga të tjerët. Është sikur ky trupi ynë mendor të bëj një mbështjellje të trupit energjetik dhe mbrojtje nga njëra anë, por edhe bllokim, sepse kur mbrohemi shumë edhe jemi të bllokuar, kështu që nuk lejojmë që energjia e të tjerëve të futet tek ne. Mendimet tona janë të rëndësishme për këtë, për ta mbajtur trupin mendor të pastër. Çfarë është trupi emocional sipas konceptit tuaj? Emocionet tona përfshin të 3 trupat që unë quaj trup fizik. Trupi fizik është ky që ne prekim, përfshin trupin energjetik që është ajo që përmban aurën edhe trupin mendor. Të 3 këta trupa bëjnë që ne të jetojmë këtë jetë këtu ku jemi. Pastaj janë edhe 2 trupa të tjerë që kanë të bëjnë shumë me karmën tonë, kanë të bëjnë shumë me kush jemi ne sot, po që kanë të bëjnë pak me përditshmërinë. Ai që zakonisht quhet si trup emocional, ka të bëjë me të 3 këta trupa. Domethënë ne emocionet i kemi që në çakra, që në trup mendor apo në trup fizik. I kemi në të 3 trupat. Mund të ketë emocione të tilla që ne arrim të kemi një sëmundje edhe në trup, domethënë një emocion i bllokuar që në trupin mendor, që në mendje kalon në trupin energjetik, një bllokim në trupin energjetik, në çakrën përkatëse, edhe pastaj në një sëmundje në trupin fizik, për shembull ankthi, është një emocion i bllokuar që në trupin mendor. Fillon në trupin mendor edhe të kthehet në një situatë fizike. Ka emocione të tilla që ngelin vetëm në trupin mendor, domethënë ne jemi në gjendje që ti përpunojmë që në mendje, ose që ti përpunojmë në trupin energjetik, pa arritur në trupin fizik. Trupi energjetik, aura dhe trupi fizik, a janë të ngjashme me njëra tjetrën sa i takon fizionomisë apo janë të ndryshme? Pra një person ka një pamje fizike ndryshe, një aura ndryshe dhe një trup energjetik ndryshe. Trupi energjetik jep një pamje fizike. Nuk e di në ka kuptim kjo gjë. Në qoftë se ti je i lumtur, për shembull, në trupin tënd energjetik dritat, ngjyrat janë vibrante, ti e tregon në fytyrë që ti je i lumtur, sytë e ty shkëlqejnë që ti je i lumtur. Çfarëdo lloj gjëje të ndodhi anës e përqark teje, ti e gjen një diçka për ta kaluar atë trishtim edhe të jesh i lumtur prap. Lumturia nuk është që ti je tërkohën i qeshur, po që ti je në gjendje që çfarëdo lloj situate ti ta tejkalosh. Kjo do të thotë që trupi yt energjetik është i pastër dhe ti je në gjendje që të tejkalosh çfarëdo lloj gjëje.
Trupi ynë fizik është i ndërtuar nga se sa i fort është trupi ynë energjetik. Kështu që nuk e di në e ke parasysh që para se të shkosh me pushime, për shembull pas një viti të lodhshëm pune, me që jemi edhe në kohë pushimesh tani, ti ke një aspekt, një paraqitje, që mund të jetë shpatulla më të rënda, fytyrë më të lodhur, dhe pse mund atë ditë të mos jesh i lodhur fizikisht. Kur kthehesh nga pushimet, që ke bërë një pastrim të trupit të energjetik, një pastrim të mendimeve të tua, një pastrim të trupit mendor, ti kthehesh si i rinovuar, si ndryshe. Edhe personat e shohin këtë gjë, kush është nuk e ndjen vetëm ti brenda, dhe të tjerët e shohin në trupin tënd fizik këtë gjë. Kështu që të dyja janë të ndërthurura. Trupi fizik tregon se çfarë ne ndjejmë. Meditimi sa rol luan në balancimin e trupit fizik, trupit energjetik, aurës tonë? Meditimi është një nga mënyrat për të ndërgjegjësuar, për të parë brenda vetes dhe për të rregulluar, për të sjellë në ekuilibër ato gjëra që janë duke na dëmtuar. Ka shumë rol, sepse sa më shumë i ndërgjegjësuar të jesh, aq më shumë je në gjendje që ti të bësh këtë jetën këtu si njeri sa më të bukur, sepse ne jemi lindur për të qenë të lumtur, për ta shijuar këtë jetë këtu. Kështu që sa më i ndërgjegjësuar të jesh me këtë, dhe meditimi të ndihmon që ti të ndërgjegjësosh, që ti të shohësh brenda vetes, që ti të gjesh ndoshta një mision që ti ke për jetën tënde, apo një arsye pse ti ke ardhur në këtë jetë. A ndikon ambienti ku ne jetojmë për trupin tonë energjetik, për aurën tonë? Ndikon edhe ambienti fizik, në kuptimin që edhe ambienti i shtëpisë ku ti jeton, edhe ambienti i qytetit ku ti jeton, sa më i pastër të jetë edhe nga ana e ndotjeve, për shembull, aq më e thjeshtë është për njeriu jetesa aty, në të gjitha kuptimet. Ndikon edhe se si ti ushqehesh, sa më pastër ti të ushqehesh, sa më në mënyrë biologjike të ushqehesh, aq më shumë je në gjendje që trupi yt energjetik dhe fizik të jenë sa më të pastër, të jenë sa më të mbushur me energji. A ndikon ndoshta një ndryshim dhe krahasim mes fshatit dhe qytetit, sa i takon lumturisë, aurës, trupit energjetik? Kjo varet nga personat, edhe varet se sa se cili është qëllimi që një person i vendos vetes. Për mua, për shembull, qyteti është Tirana, është kaotike, shumë kaotike. Është më e përshtatshme për mua fshati se sa qyteti në këtë rast. Jeta në fshat më jep mundësinë edhe që të kem kohën për veten time, edhe që të kem kohën që t'i dedikoj meditimit, dhe të mos jem gjithmonë në vrap, le të themi. Ka persona që ka nevojë për vrapin, edhe që mund të marrin për shembull 2 orë kohë për t'u larguar nga ajo zhurma e qytetit dhe për t'i dedikuar vetes së tyre, edhe mund të arrijnë gjithsesi në një pastrim të trupit mendor, pastrim të trupit energjetik. Nuk është e thënë se ku. Zhurma e qytetit është pak kaotike për pjesën e ditës, apo e vrapit, e shpejtësisë me cilën ti jeton jetën. Fshati të ndihmon ndoshta pak më shumë në këtë, që është pak më ngadalt jeta. Nëse ju do jepshit një këshill sa i takon aurës tonë, trupit energjetik, çfarë do të ishte? Këshilla që unë do jepja është që të kesh parasysh që të ndihmosh veten tënde, domethënë ta njohësh se si edhe se çfarë je duke bërë në ato momente, të ndërgjegjësosh se çfarë je duke bërë në çdo moment të jetës, për ta ndihmuar veten tënde për të arritur një qëllim të caktuar. Tham që aura ka disa ngjyra. Këto ngjyra ne mund t'i veshim, për shembull. Ne mund të kemi një ndërgjegje tonën, edhe një ndërgjegjësim tonën, që nëse jemi duke shkuar për shembull në një takim të ri pune, të veshim një ngjyrë të caktuar, siç mund të jetë ngjyra e kaltër që ndihmon në çakrën e të folurit, nëse ne do kemi për të folur shumë.
Në qoftë se jemi duke shkuar në një ambient ku e dim që energjia është e rëndë apo e fort, që ne nuk e përballojmë dot, mund të veshim një ngjyrë të bardhë që na ndihmon të bëjmë një mbrojtje të trupit tonë energjetik. Në qoftë se këto ngjyra ne jemi në gjendje që t'i përshtasim me situatat që jemi duke jetuar, është më e lehtë për t'i përballuar ato. Zonja Vogli, faleminderit shumë që ishe me ne në këtë hapësirë dhe faleminderit shumë për gjithë këshillat sa i takon kësaj teme. Faleminderit juve. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.